Por zoti Tushi, nëse më lejoni, dua të jem paksa ndoshta edhe më konkrete me sfidat cilat kanë fëmijët në Shqipëri, por dhe familjet, le të themi kështu, që i rrisin këta fëmijë. Pse shohim që familjet cilat kanë mundësi ekonomike preferojnë ndoshta ti arsimojnë jashtë vendit tonë. Pra ta nisim me këtë element arsimin që është pika ndoshta më kyçe ku fëmijët marrin edhe njohurit bazë dhe për jetën më vonë. A është në nivelin e duhur sipas jush? Shikoni, arsimi është një nga komponentët që ka të bëjë me mirëritjen e fëmijëve, me shkollimin e tyre, dhe në kohën e sotshme problemi i shkollimit të fëmijëve është kthyer në një realitet prioritar për familjen shqiptare dhe kjo është një gjë shumë pozitive. Pra, në një farë mënyrë, pavarësisht se në mënyrë të diversifikuar ne duhet pranojmë ca të vërteta që ne kemi dhe probleme me analfabetizmin, kemi probleme me mungesën e aftësisë për të lexuar dhe për të kuptuar ato që lexojnë, dhe një numër i madh të fëmijëve e vuajnë këtë situatë të vështirë të jetës së tyre. Kemi dhe braktisje të shkollës, pra të themi të vërtetën, kemi një nivel jo fort të ulët të fëmijëve që nuk vazhdojnë ose që përdoren si komponent alternativ për të sjellë dhe për të siguruar të ardhurat për familjen. Ne kemi akoma fëmijë që janë në situatë rrugë dhe ne duhet ta pranojmë, kemi fëmijë që akoma bëjnë, si thua, kryejnë veprime, lypin, po marr më të që është nga format më të buta të veprimeve amorale, por pastaj kemi dhe fëmijë që hyjnë në veprimtari kriminale dhe siç e dini statistikisht kohët e fundit ka një rritje edhe të kësaj kategorie të fëmijëve që përfshihen në veprimtari kriminale duke kryer akte të ndryshme nga vjedhja, grabitjet apo akte të tjera kriminale duke pasur përdor armët e pikat apo armë të tjera ndaj njëri tjetrit. Për sa i përket pjesës elitare të shoqërisë, që ka të bëjë ajo pjesa që është nga familja e mesme deri tek familja e lartë shqiptare, ka një kujdes të veçantë për shkollimin e fëmijëve. Dhe ç'është e vërteta, ne sot në shoqërinë shqiptare unë kam thënë vazhdimisht, po na shfaqet fenomeni i fëmijës trofe. Fëmijës për të cilin familja është gati të bëjë të gjitha llojet e investimeve. Po ta përdornim një fjalë në gjuhën popullore shqiptare, janë gati të heqin dhe bukën nga goja e tyre, për të thënë